Ajetin të cilën e lexova, të dashurit e mi, Allahu Dhul Gjelali drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit, pastaj gjithë njerëzijës deri në ditën e Kiametit, deri sa të ekziston kjo botë, të ekziston kjo dunja. Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha." Krijimi suprem, atë të cilën e përzgjodh Allahu dhe e krijon, i takon vetëm Zotit tan, o Muhammed. Edhe Allahut, Zotit tan, i takon të krijon çka të don, dhe pastaj nga ajo që ka kriju të përzgjedh çka të don. Që do me thonë Allahu Dhul Gjelal, kur e krijon dunjajën, edhe çka ka në këtë dunja, prej insanëve, prej gjinëve, prej melekëve, prej kafshëve, prej bimëve, prej tokës dhe qiellit, kodrave, kështu me radhë, keq që i ka kriju i madhi Zot Gjelle Gjelalu, i ka kriju dhe kërkan se ka pyet. Ka dasht i madhi Zot Gjelle Gjelalu dhe e ka kriju. Pastaj pasi që e ka kriju edhe e ka përzgjedh. Allahu Dhul Gjelal i ka kriju insanin, njerëzit, pastaj nga njerëzit i ka dallu dhe i ka përzgjedh pejgamberët. Pastaj nga krejt pejgamberët që numri i tyre nuk dihet, komentatorë thojnë 124.000 që ka dijen, por ka pejgamber që ka nuk dijen. Allahu Dhul Gjelal ka thonë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk." Edhe pejgamber të cilët ti kemi tregu ti, o Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Por ka shumë pejgamber që ti kemi tregu, si din ti. Por Allahu i din të gjithë dhe nga ata i ka përzgjedh ato që janë në Kur'an. Pastaj boni përzgjedhjen më të ngushtë, i përzgjedhi ka ato ulul azm, pejgamber të mëdhej. Nga ata të mëdhej 5 i përzgjedhi 2, Ibrahimin, edhe përzgjedhi Muhammed Mustafan, dhe e boni më të dashur, më të dallum prej pejgamberve, e boni Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. I krijoi po ashtu edhe melaqet. Dhe boni melaqet të cilët ecin për toke, dhe melaqet të cilët jetojnë dhe veprojnë në qiell. Dhe nga krejt melaqet i zgjedhi melaqet e mëdhaja, ndërsa nga krejt melaqet e mëdhaja e zgjodhi një më të dashurin, më të afërmin, Gjebrailin alayhi salatu wasalam. Dhe kështu Allahu Dhul Gjelal në krijesat e veta dalloi nga ajo që krijoi, nga ditët dhe natat. Nga natat, kur i fali Allahu dhe i krijoi natat, e ndalloi natën e Kadrit. Ndërsa nga ditët që Allahu Dhul Gjelal i ka kriju, jemi mund temën të cilën Allahu Dhul Gjelal që gjindemi në tash në këtë muaj të Dhil Hijjes, janë 10 ditë e para të këtij muajit. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka kriju dhe i ka dallu. Wa ma kana lahumul khiyara, dhe këtë gjë që Allahu e krijon dhe ai i dallon se ndë çka i ka kriju, edhe i kategorizon dhe i vlerëson, nuk i takon dikujt tjetër. Subhanallahi wa ta'ala, i madhëruar qoftë Allahu, i cili është i lartë nga tmetat, amma yushrikun, dhe është i lartë nga ajo që njerëzit i përshkruajnë atij shok. Ndërsa Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famëlart u përbetu, tha wal fajr wa layalin ashr, tha po betohem në mëngjesin, sabahin, herët, tha edhe në 10 ditë, wa shaf'i wal watr, betohem edhe në atë që është tek edhe në atë që është çift. Allahu Gjelle Gjelaluhu e dalloi këto 10 ditë të këtij muajit në të cilën na jemi momentalisht tash, që janë 10 ditë para festës së Kurban Bayramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, thot se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Ma min ayamin al-amalu s-salihu fihin", thot nuk ka ditë prej ditëve që i ka falë Allahu Dhul Gjelal, që i ka kriju Zoti i madh, i kofshëm i falë atij. Nuk ka ditë prej ditëve që i ka falë Zoti. El-amalu salih, veprat e mira, fihin në që bohen në ditë, mrenda ditës,
ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr. Nuk ka më të dashur te Allahu Dhul Jalal se sa veprat e mira që bëhen në këto 10 ditë e këtij muajit të Dhul Hijjes. U çu një njeri edhe i tha, faqalu ya Rasulullah, i tha, o i dërguari i Allahut, wala al-jihadu fi sabilillah. E pyti tha, edhe gjihadi me shkue me luftu për hir të Allahut Dhul Jalal, me shkue me dhon shpirtin lirë për hir të Allahut Dhul Jalal, për ta mbrojt vatanin nga armiku, për ta mbrojt vlerat e muslimanit dhe muslimanëve dhe të islamit nga armiku, për ta mbrojt territorin e muslimanit nga armiku, për ta mbrojt dinin e Allahut nga armiku, për t'i mbrojt intereset e muslimanëve nga armiku. Edhe kjo që u llogarit në kohën e sahabeve me shku dikush në xhihad, me shku në luftë, shumë punë e madhe, shumë punë e dashur te Allahu Dhul Jalal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wala al-jihad, as me shku thën xhihad nuk është më e dashur te Allahu që këtë ditë se sa të bësh vepra të mira këto 10 ditë e para të muajit Dhul Hijje. Tha illa rajul, për posta një njeri, kharaja fi sabilillah, ka dal në rrugën e Allahut, bi nafsihi wa malih, ka dal e ka dhon shpirtin e vet dhe mallin e vet, felem yerji an dhalika bi shay, dhe nuk u ka kthi me asnjë sen nga lufta, do me thonë e ka harxhu pasurinë, e ka dhon shpirtin lirë për Allahun, që këtë njeri s'munët të mëria ai cili bën vepra të mira në që këto 10 ditë. Çfarë duhet të bën muslimani këto 10 ditë? Kjo është një maraton i madh për muslimanët për ta fituar rizan e Allahit këto 10 ditë. Kjo është një maraton dhe gara në një patek të garës, se kush do afrohet te Allahu Dhul Jalal ta fitue, për ta fitue rizan e tij, kënaqësinë e Allahut Dhul Jalal. Dikush afrohet dhe futet në këtë maraton mbas derës së respektit ndaj nanës babës. Shkon e respekton, i bën sajgi, i bën derë, e këshir, ja bën qefet dhe ja bën meraket që i kanë nana dhe baba, edhe e fiton sevapin e madh që është më tepër se sa me dal me derë gjakun tanë për izat Zotit, me armikun në fushën e betejës. Tjetri e përqafon Kur'anin dhe lexon Kur'an dhe vazhdimisht mirët me Kur'anin adhimushan, që është shumë vepër e madhe. Tjetri jep sadaka dhe shfrytëzon këto 10 ditët e Dhul Hijjes duke i kërku ku janë fukarat, për t'i gëzuar ata jetima dhe skamnor të evladëve para gëzimit të madh në festën e Kurban Bayramit. Tjetri mirët duke e mos e lanë të thahat gjua e tij me dhikr dhe përmendje të Allahut Dhul Jalal. Tjetri futet në këtë maraton në sektorin e lutjeve dhe duas, dhe lutet dhe të bën dua vazhdimisht që ta fitojë rizan Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit muslimanët mbas mundësive që i kanë në kategoritë e mirësive që janë prezente që mund t'i bën çdo musliman. Dikush mundet me bë dhikr, tjetri mundet me bë dua, ai tjetri mundet me dhon sadaka, ai tjetri mundet me respektu nën e bab, ai tjetri mundet me aletue brengat e muslimanëve, ai tjetri shkon i viziton të sëmurit, ai tjetri, çdo kush në sferën e vet ta kërkojë rizan e Zotit, të jetë aktiv, çdo kush në mundësi, mbas mundësive, në sferën në të cilën mund të kontribon, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ma min ayamin a'zamu inda Allah, nuk ka ditë më të madhe, nuk ka ditë më të madhe prej ditëve që i ka fal Zoti, wala ahabba ilay, dhe nuk ka më të dashur prej ditëve që Allahu xhalla xhelalu i ka fal, min al-amali fihin, që mund të vepron një musliman vepra të madhe, të mëdha, min hadhihi al-ashr, jashta se në këto 10 ditë, që ja u ka qelë ketëve muslimanve, dirtë e maratonit dhe garave, të bëjnë gara musliman këto ditë se kush bën më shumë vepra të mira. Jo të bëjnë vepra të këqija, dhe të bëjnë gara në vepra të këqija,
të myte gruaja vetën e vet në shkupin ton të dashur, për shkak se burri nuk i ka leju ta festojë ditëlindjen. La ilaha illallah. Subhanallah. Njeriu ta përfundon jetën e vet për shkak se nuk e ka festu ditëlindjen. Subhanallah. A vjen muslimani deri në këtë drejtë? Një nanë muslimanëve, një grua e muslimanëve, një bie e muslimanëve, çohet ta përfundojë jetën e vet për shkak se ka festu ditëlindjen e djalit, për shkak se ka festu ditëlindjen e vet. O vëllezër, na festa në Islam për neve muslimanëve nuk ka, jashtë se 3 festave: festa e Fitr Bajramit, festa e Kurban Bajramit dhe festa e ditës së Xumas. Këto janë 3 festa që na duhet t'i festojmë. Këto janë 3 festa që na duhet ta demonstrojmë gëzimin tonë dhe ta festojmë në mënyrë që ta kënaqëmi Allahun. Jo ta festojmë maturën, jo ta festojmë ditëlindjen, jo ta festojmë unë koj di çfarë emra kanë ato ditat e nanës, e ditat e babës, e ditat e mësuesit. Këtë kjo janë me vlera në Islam. Nana ka vlerën e vet, gruaja ka vlerën e vet, baba ka vlerën e vet, punëtori ka vlerën e vet, mësuesi dhe mësuesja ka vlerën e vet, por jo me festim për një ditë. Por këtë kjo duhet të jetë në suaza që na i ka shkrujt edhe na i ka vizatu Allahu Dhul Gjelal. Jo të marim hapa të gabume që i dhrojnë Zotin në këto ditë, por të bëjmë vepra që e kënaqin Allahun Dhul Gjelal. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Në qoftë se i mrini tha këto 10 ditë, në qoftë se Allahu ja u ka mundsu t'i mrini këto 10 ditë, çfarë duhet të bëjni? Na mësoj ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru, tha shtoni. Qire, shtoni, sa ma shumë tha, duke thonë tha la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah, e cila e mush kantarin peshorën Allahu Dhul Gjelal. La ilaha illallah, për të cilën është kriju qiella dhe toka, insani dhe gjinët, melaqet dhe këtë krijesat. La ilaha illallah, për të cilën janë dërguar këtë pejgamber. La ilaha illallah, për të cilën është kriju kush e thot dhe beson dhe vepron xheneti, dhe për ati i cili e ka përgënjeshtru, e ka mohu dhe nuk e ka pranu, u ka kriju xhehenemi. La ilaha illallah, për të cilën është vendos ura e siratit. La ilaha illallah, për të cilën janë dërguar pejgamberet. La ilaha illallah, për të cilën janë shpallur librat. Nuk o kjo fjalë la ilaha illallah kur vdese dikush, ajda ga oç dil qatin në mihrap edhe thuj la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jo, kjo është me thonë la ilaha illallah shumë punë e mirë, shumë se vapi mirë, por kjo la ilaha illallah nuk ka ardhur për këtë qëllim. La ilaha illallah ka ardhur për të besu. La ilaha illallah ka ardhur për ta shqiptu. La ilaha illallah ka ardhur për të vepru. La ilaha illallah ka ardhur për të ftu, për të ftu të tjerë ta besojnë këtë fjalë. La ilaha illallah është fjala më e madhe që Allahu xhalla xhelaluhu e don dhe e kërkon ta ndëgjojë nga goja e robit të tij. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru", tha shtoni. Çfarë u desh ka me thonë xhamat? La ilaha illallah. Sa më shumë që këtë ditë tha thujni la ilaha illallah. Pastaj tha, "Fakthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir", tha edhe shtoni tekbiret në këtë ditë. Tekbiret çka janë? Atë të cilën kur vjen ditën e faljes së Bajramit, muezini bashkë me xhamatin i shtojnë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Këto duhet t'i shtojmë këtë 10 ditë. Në qoftë se dojmë ta kënaqemi Allahun Dhul Gjelal. Allahu nuk kënaqet duke kalu kohën në Facebook. Allahu nuk kënaqet duke kalu kohën në Instagram. Allahu nuk kënaqet duke arxhu kohën në telefon apo në kafeterit, në bosh muhabetet. Allahu kënaqet duke i ndëgju ai nga goja jote fjalë që i kërkon dhe i don ai.
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtoni tha fjalën la ilaha illallah, shtoni fjalën Allahu Ekber, shtoni tha edhe fjalën elhamdulillah. Elhamdulillah duhet të jetë vazhdimisht në gojat tona. Allahu Dhul Gjelal qatë shumë që ka e donë fjalën elhamdulillah, fjalën e parë e ka nisë Kurani Kerimin me që këtë fjalë. A i keni pa Musafin, kur ta qelni, cëlla është surja e parë? Surja Fatiha. Si a nisë? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Elhamdulillah do me thonë falenderimi i takon Allahu Gjelle Gjelalu, Zotit botrave, Zotit gjithësis, Zotit sendeve shka i dime dhe shka si di. Vazhdimisht dush me thonë elhamdulillah. Elhamdulillah i thuhet Allahut edhe kur i e mirë, edhe kur i e keq. Shqyqyr Zotit i thuhet veç kur i e mirë, dërsa kur i e keq duhet me thonë elhamdulillah. Pejgamberin a.s. kur e vetëshin që shije, kur ishte keq, thëjke falenderimi i takon Allahut në gjdo gjendje. Elhamdulillahi ala kulli hal. Falenderimi i takon Allahut në gjdo gjendje. Pse? Djetarët kanë thonë, dush me falenderu Allahun se ka ma keq se ajo se qka të ka godit tije. Në qovë se të ka ardhë një smuje, ka ma të smund se ti. Në qovë se të ka ndodhë një fatkeci, ka fatkeci ma madhe se sa ajo shka ka do godit ti. Në qovë se i sprovue me fukarallëk, ka fukarallëk maran se ti. Në qovë se s'ki e vlat, ka dikush që s'ka edhe familje, ka dikush që ka pas edhe ka hup, duhet me thonë gjithmonë, elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxiti njerëzit që këto fjalë të jenë vazhdimisht shoqërues i muslimanit në jetën e vet. Ndërsa në mrendësirën e këtyre 10 ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha a'dhamul ayami inda Allahi ta'ala yawmun nahr thumma yawmul qarr. Tha dita më e madhe te Allahu xhelle xhelaluhu në këto 10 ditë është dita e Kurban Bajramit. Ditë e madhe shumë. Pastaj tha është dita e dytë e Kurban Bajramit. Pse? Sepse muslimani 10 ditë ban sakrificë, ban dhikër, jep sadaka, shkon vizit, e knas nënën babën, i viziton farefisnin, i viziton cësëmurit, i viziton të afërmit, solidarizohet me atë që i ka punë të ranë, e kështu me radhë, i pajton ato të idhrumët, dhe kur vere në funin e këtive 10 ditëve, e ban sakrificën më të madhe që e ka shembulltyr Ibrahimin a.s. Dhe therë kurban për Allah. Therë kurban për Allah. Therja e kurbanit o vlezër është vajxhip për çdo familje që kanë mundësi me therë. Çka do me thonë është vajxhip? Është obligim. Ai cili ka mundësi, e ka paret për me therë një kurban, obligohet të therë kurbanin dhe të zbute ahlakin e vetë me derdhjen e gjakit të kafshës për i zatë Allahi Dhul Gjelal dhe të dhuron atë mish nevojtarve që kanë nevoj, skamnorve të cilët ndoshta ka kalue muji apo viti që ai nuk e ka shiju me antarët e familjes së vetë, nuk e ka shiju shijen e mishit. Të kujdeset për ati cili është në gjendje të ranë ekonomike, t'ja zgat dorën e mëshirës dhe ndihmës, të jetë afër atij skamnorit dhe nevojtarit, këtë e ban duke fliju për Allah. Këtë e ban duke dhon kontribut për ta kënaqur Allahun Dhul Gjelal dhe ta fitu rizan e vetë. Ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu. Muslimanët të cilët kanë bon një jetë me prej kurban, Allah i kurbanat kabul dhe makbul inshallah. Ata që kanë bon një jetë këto 10 dite mujt Dhilhijhe, të agjërojnë, të bëjnë dhikër, të lexojnë Kur'an, të japin sadakat, të kënaqin nënë e babë, e të bëjnë veprat mira, Allah i veprat kabul dhe makbul. Ne lusim Allahun rinjën tonë në Islam të udhëzon. Plegjëve tonë të jep ymër gjatë, shëndet të plotë.
të smuntit Zoti t'i shëron, të burgosurit Zoti Gjelle Gjelalu që janë të pafajshëm t'i liron, ata që janë të idhrum me zvetet i pajton Gjennetul Firdausin nasip me ba. Të dashurit e mi, xhamati kësaj xhamie, Bashkia Fetare Islame ka bo apel në çdo lagje ku muslimanët jetojnë, edhe në këtë festë të madhe të Kurban Bajramit, që përputhet me ditën e mërkur, që do të falet Kurban Bajrami ora 5:44 minuta, ban thirrje krejt ata që mas namazit dhe i prejnë kurbanët, mos t'i gjujnë organet edhe likurat edhe sendet kamos, por do të ketë aksion, ku do të vendosën shportat mëdhoja, asi kantat mëdhoja, për grumbullimin e likurave dhe organeve të mrençme të kurbanit, te marketi Harbin, për lagjën tonë, do të sillet ati edhe te funi i 19-20 atje, do të vendosin shutka komplet, lagja shutarizare, kush ka me prej kurban, mos t'i gjuje në për rrugë. E sidomos gabimin që e bëjnë dikush që çdo vjet na e potencojmë, ta gjujnë për rreth këtive ogradave që janë bo me mundin sakrificën paret e qytetarve, që i kanë bohe xhamatlit tonë, ju i njihni kush i ka bon, s'ka nevojë me bona reklam, Zoti i shpërbleft ekipën e komunës që ka punu këtu, i kanë bo ato aktivitetet, por jo na me këtë shpërdor, ka kanta, edhe aj që prejnë kurban nuk duhet hien gjuna. Ta fitoj rizane e Zotit, shkoj ta gjuje ati ku duhet. Na shpesh marrë mi lakmia, Zvicra, Gjermania, Italia, pa ma i Zvicrani, Gjermani, Italiani e shkon në kanë të gjunë bërlokin. Nuk e gjunë ku ta mrije. Janë nu shporta këtë e këtë. Janë nu drun i thejnë këtë e këtë. Dhe më thonë, disa sene, disa ahlake, disa sjellje, disa morale të gabume, që i kemi na, desh i pranum, si për shembull që shte, unë e foli, dikush bërë ati ban atje. A i s'kartas për gjuma, a s'karta fitoj e rizan e Zotit, a i shka ban muhabet mrejna në gjami, që shtaj, a i s'karta fitoj e rizan e Zotit. Si doje valla unë e zdripi, për këtu në tipe a i në të foli. Nuk është as e fetare, as morale, disa sende duhet t'i largojmë nga jeta jo. Duhet përmesomu, duhet ndromu. Pse? Po kemi lakmina për ato kulturat e mira, duke e pas kulturën më të mirë islamet tonë. Andaj po bëjmë thirrje për këtë muslimanët, të kemi kujdes, mos ta ndytmi vendin në të cilën jetojmë, ta ruajmë vendin tonë që inshallah taala ta trashëgojnë edhe gjeneratat mas neve që vinë, edhe të jetë ajo në rizan e Zotit. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru